Mirëdita, data 13 qershor 2026, me qenë se kam shumë telefonata, më shkruajnë shumë për sot, nga që përpara ambasadës shqiptare kur ishim të shtunën e kaluar, thamë që këtë shtunë do jemi në Pjacë Albanie, këtu në Rom. Po e komunikoj përsëri që nuk do ketë asnjë lloj manifestimi sot, sepse kemi spostuar për të dilën jo nesër, po dilën ardhshme. E dila në datë 21 qershor në orën 5 pasdite në Piazza Vittoria. Manifestimi në Piazza Vittoria do të jetë i hapur për gjithë, për italian, për emigrant, për shqiptar, ku do diskutojmë për situatën në Shqipëri dhe do propozojmë me njëri tjetrin se çfarë, si do zgjidhet kjo krizë që ka ardhur si rezultat i të njëjtës politikë që mbas 1990, pra i saj politikës neoliberale, i politikës flukseve të mëdha financiare nga jashtë, të cilat kanë sjellë shkatërimin e më tepër se sa gjysmës popullsisë së Shqipërisë. Kanë bërë çimento, e kujdun kanë bërë gjërat e tyre, por popullsia është varfëruar dhe natyrisht ka shkaktuar që shkakton hemoragjinë e vazhdueshme që shqiptarët largohen nga Shqipëria. Kështu që është datë 21 qershor 2026, pra ditën e diel, në Piazza Vittoria këtu në Rom, me flamuj shqiptar dhe flamuj të Palestinës. Do merrim me vete. Do merrim vetëm parulla ku është shkruar jo Izraelit Shqipëri, jo Amerikës Shqipëri, jo NATO-s, jo Europës, me fjalë ne e bëjmë të tillë. Ne nuk bëjmë revolucione zogjsh. Revolucionet e zogjve jo kemi lënë këtyre që na pinë gjakun, dhe revolucionet e pelikanëve, të cilët manipulojnë moshën e re, po bëjnë një gjë të ngjashme me ato që kanë bërë dikur në Ukrainë, që kanë bërë në pranverën arabe, që kanë bërë në kundër Janushenkos në Bielorusia, që kanë bërë kundër Vučićit në Serbi. Pra këto revolucionet e ngjyrosura që i bën elita e pasur, sa për t'ju përmendur një diçka me fjalë, dje ishte një intervistë midis Sidorelës Gjini dhe Edi Ramës, unë quaj më të rrezikshme Sidorela Gjinin se sa Edi Rama. Kështu është koncepti, kështu është pikëvështrimi im. Domethënë unë i bëj më shumë kundër Sidorela Gjinit protesta se sa kundër Edi Ramës. Natyrisht dhe kundër Edi Ramës, po në fillim kundër Sidorela Gjinit, sepse këtu unë di të bëj revolucion vetëm për të varfrit. Nuk di unë të bëj revolucion zogjsh, revolucion pelikanësh, kaçurel, do ta çojmë surele këto pislloqet. Këto pislloqet e kanë bllokuar Tiranën dhe ta vazhdojnë, në fund nuk do prodhojnë asgjë. Tu në Rom pak të mos bëjmë këto gjëra, mos i lejojmë, dhe nuk do t'i lejoj unë. Këtu duhet të ngrejmë faktin që Shqipëria duhet të mbylli portat investimeve të mëdha të huaja. Investimet miliardere duhet të bllokohen në Shqipëri, duhet bllokohet Europa, se është Europa fajtore gjithsej. Duhet bllokohen miliarderët Soros, duhet bllokohet NATO-ja, se është NATO-ja garancia ushtarake, garancia politike. Nuk du të zgjash shumë të video, po imagjinoni, ju them vetëm një të dhënë. Shqipëria ka 180.000 afërsisht njerëz që paguajnë prej shtetit. Ku gjysmat e këtyre, pra më shumë se sa 90.000, më shumë se gjysma, më shumë se gjysma, nuk janë të përfshirë tek buxheti i shtetit, pagesat e këtyre, sipas rregullave që ka qeveria shqiptare, por i vendosin vetë rrogat e larta, ose i vendos NATO-ja. Për shembull, rrogat e ushtarakëve të lartë, nuk ka pik asnjë fuqish qeveria shqiptare dhe janë rroga shumë të larta, siç ka qenë dikur e Bajrambekës, dhe që është president sot, po kështu rrogat e këtyre të gjyqësorëve, prokurorëve, etj, rroga marramendash, rrogat e mediave, domethënë nëse 20% e pensionistëve në Shqipëri, që janë njerëzit që kanë punuar në fshat, kooperativë bujqësore, kanë pensione më pak se 120 euro, mendoni çfarë skandali është, ku çmimet vetëm rriten, dyfishohen, na grabitet valuta. Mos harroni sistematikisht 40% të valutës tani e marrin në momentin e shkëmbimit në kufi, apo brenda në qytet kur vemi në ato qendrat e shenjit. Qofse të shojmë 1.000 euro, ta 600 në lënë, 400 euro na i marrin me njëherë në të shkëmbimi.
E kuptoni sepse kanë ulur vlerën e valutës. Pra është kjo situata, si zgjidhet kjo situatë? Kjo situatë zgjidhet ka vetëm këto kura, nuk ka kura tjera. Tjerat janë mashtrime, tjerat do krijojnë vetëm probleme. Kurat janë hiq, largohu nga NATO-ja, largohu nga Europa. Mbyll ju portën miliarderëve, çdo miliarder, pavarësisht se është ebrej apo jo ebrej, nuk ka rëndësi fare feja. Qofse ai ka shumë para, nuk i duhet Shqipërisë. Sepse këta që kanë para rritën koston e jetesës për këto. Shqipëria ka 600.000 pensionistë, që është gati 1/3 e popullsisë. 600.000 pensionistë, të cilët janë të lidhur me emigrantët. Pra kjo është stresa më që grabitet më shumë. Ju të shojmë paratë e emigrantëve, dikur duheshin 100 euro, tani duhen 300, 400, 500 euro në mjaftojnë. Pra ne këtu revolucione zoqsh nuk bëjmë. Të shumë të mund të kalojnë të bëjmë atë revolucione groshëve. Të bëjmë revolucione groshëve, ne, jo të zoqjve, të pelikanëve. Ato pelikanët të mbajnë këta elita e globalistëve, këta ambientalistët tip Sazanguri, që janë dhe për ambientin, për zoqt, por janë dhe për nacionalizmi gjusor, që gjua Shqipe, ajo është problemi jonë, këta le të vazhdojnë. Neve do jemi pak, natyrisht, por mos harroni që shoqërinë, ekuilibrin me sistemin e egër e mbajnë pak persona, nuk e mbajnë shumica e njerëzve. Shumica e njerëzve rreshtohen nga ana e sistemit. E kemi parë me koronavirusin. Unë bëja pjesë e njerëzit akuzuar nga policia antiterrore të Tiranë, sikur përhapja lajme falso, përhapja informacione falso, nxisja frikën, nxisja panikun. Pra, jemi ne që e mbajmë këtë sistem, nuk e mban masa e njerëzve. Masa e njerëzve po të shifni shkojnë në shesh sot, po shkojnë Kalamajn prap. Po shkojnë të vegjëlit, thonë të shkojnë dhe fëmijët. Dhe nuk po shkojmë ne të rriturit. Ndërkohë që diktaturën në Itali e ndaluaj moshe ime. Që moshe ime që dolin për sheshet në Firenze, në Rom, Milano, Venecia, në Trieste, e të tjerë të janë gjithë qytetë Torino. Doli mosha jo, nuk dolën këta të rinjt. Këta të rinjt janë për të manipuluar dhe janë të rinjt, janë fili di papa. Janë filje di mamma. Janë fëmijët e njerëzve të pasur. Pra po bëhet një lloj revolucioni ngjyrosur në Shqipëri dhe na e shesin sikur u ndërgjegjësuan shqiptarët. Qeveria mund të bjerë, qeveria e dramës. Kjo nuk do thotë që do ndryshojnë gjërat. Pra ju pres 21 qershor, ju presën Piazza Vittoria këtu në Rom, të bëjmë sa më pak slogan, nuk ka këtu Edi Rama në Burg dhe Sali Berisha në Burg, ne nuk na intereson kjo gjë, na intereson si do zgjidhet, na intereson truri, nuk na interesojnë bërtitjet, bërtitjet janë kot. Na intereson të diskutojmë me njëri tjetrin, do jetë e hapur për italianë, për tuajt e tjerë dhe për ne shqiptarët. Bandierat flamujt Palestinës, flamujt Shqipërisë, nuk ka Shqipëria që jona, Shqipëria që këtyre të vdekje tradhtarëve e tjerë. Sepse sot jemi dhe në datën 13 qershor, ku mendoni, është bërë një atentat dikur në Paris, që thanë që e bëri Avni Rustemi, këto nuk i dihet. Në 13 qershor 1920-s, domethënë mendosi ka qenë dhe atëherë këto gjykatat, që një kriminal, ai bëri një atentat mes Parisit, dhe me gjykat popullore në atë kohë, domethënë gjykata e rregullt po e dënonte, por ja la gjykatës popullore, një gjuri popullore. Gjykata popullore ishte përbërë nga qytetarë thjesht, të cilët ngrinin dorën dhe të cilët justifikonin vrasjet pasionale patriotike. Sepse ishte koha që Franca ishte interesuar që Perëndiri Otoman të shkatërrohej, edhe u bë një gjyq thjesht politik kundër Esat Pashtoptanit, duke e liruar Avni Rustemin. Ka gjë më absurde që njeri që bën një atentat në Paris dhe pastaj ulet në parlament. Imagjinoni që çfarë skandali është. Njeri ka bërë atentat që është një vrasës, pavarësisht është vrasës pasional, i cili thotë unë e bëra për atë dhehun e tjerë, po sido që tjetë është një vrasës, është një kriminal dhe ky kriminal bëhet kryesori pastaj në parlament dhe pritet si hero. Pra një shtet shqiptar i cili lindi mbi krimin, lindi mbi atentatet. Atentatet prodhuan këtë shtet shqiptar duke i ndarë shqiptarët në herojnë dhe në tradhtar. Pra kështu jemi dhe sot. Pra pikërisht to ndarja në herojnë dhe tradhtar ajo na ka shkatëruar, sepse këta vrasit, kriminalët, pasional, ne i kemi konsideruar herojnë, ndërkohë që ata janë vrasës. I kemi nderuar. Dhe të vrarët i kemi konsideruar tradhtar.
Pra nuk ka gjë më të poshtër në krijimin e shtetit shqiptar që ta përmbysësh drejtësinë në këtë mënyrë. Do të thënë që vrasin ta quash hero, ndërsa viktimën ta quash tradhtar. Pra mbi këtë ka funksionuar Shqipëria në 120 apo sa vite kemi. Dhe vazhdon po prap e njëjta histori. Ky është problemi i madh në kuptimin kulturor historik që kemi ne sot, dhe problemi më i madh pastaj është se kjo kulturë, ky problem, si thua, kulturor historik krijohet duke për shkak se shteti shqiptar është i mbështetur në dy paterica ideologjike të gabuara. Të dy miteve, siç është Skënderbeu dhe Nën Tereza, janë dy paterica që janë të gabuara, që nuk korespondojnë me natyrshmërinë e shqiptarit. Nuk korespondojnë me natyrshmërinë njerëzore, fare. Janë vënë dy paterica të huaja, të cilat krijojnë këto problemet e përçarjes midis nesh, kur ata këto dy paterica, Skënderbeu dhe Nën Tereza, na i quajnë sikur janë ato që na bashkojnë. Por këto janë pikërisht ato që na ndajnë, sepse unë që po bëj këtë video jam kundër këtyre miteve. Nuk i duhet mitin e Skënderbeu dhe Nën Tereza, dhe fakti që të flasim neve duan apo s'duan njerëzit që na dëgjojnë, ne jemi pjesa më e mirë e shoqërisë. Duan apo s'duan njerëzit. Ne jemi la parte migliore della società, jemi ne pjesa më e mirë e shoqërisë, sepse ne i kundërvijemi vërtet sistemit në momentet kur dikush kërkon të vendosë diktaturën. Nuk i kundërvijnë ata që rreshtohen dhe bëjnë gjyqe popullore për njerëzit që dënohen në regjimi. Ju uroj kalofshi ditë mirë, pra takojmë në datën 21 qershor në Piazza Vittorio këtu në Romë, diskutojmë gjithë lirisht, marrim fjalën si njerëz dhe për të bërë pyetje çfarë do ndodhi, që mos ndodhi revolucione karkalecash, kërbinjsh, e revolucione pelikanësh e zojsh, po të ndodhin revolucionet siç duhen ndodhur. Revolucionet do të jetë i të varfërve për të çliruar nga zinxhirët. Dhe të varfër Shqipëria ka 70%. Nuk është e varfër si dole Lagjini. Duhet dalin të varfrit për të çliruar nga zinxhirët. Ky është revolucioni që ditë Bejlat Kosuri. Tjetër revolucion nuk njoh. Kalofshi mirë, ditën e mirë gjithë. Mirupafshim.